Thirrjet e zemrës si përkas i njeriut, por përgjigja e gjuhës vjen nga Zoti. Të gjitha rrugët e njeriut janë të pastra në sytë e tij, por Zoti i peshon frymët. Besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Zoti ka bërë çdo gjë për vete të tij, edhe të pabesin për ditën e fatkeqësisë. Ai që është zemër krenar, është i neveritshëm për Zotin, edhe sikur t'i shtrëngoje dorën, një tjetri për besilje nuk ka për të mbetur pa u ndëshkuar. Me mirësin dhe me të vërtetën, pa drejtësia shlihet, dhe me frikën e Zotit njeriu largohet nga e keqja. Kur Zotit i pëlqejnë rrugët e njeriu, ai bën që edhe armiqtë e tij të bëjnë paqe me ti. Më mirë të kesh pak me drejtësi, se sa të ardhura të mëdha pa drejtësi. Zemra e njeriut programon rrugën e tij, por Zoti drejton hapat e tij. Mbi buzët e mbretit është një vendim hynor, gjatë gjykimi me goja e tij nuk duhet të gaboj. Kandari dhe pesoret e sakta janë të Zotit, të gjitha gurët e peshës janë vepër e tij.
është një gjë nevëritshme për mbretërit të bëjnë të keqe, sepse froni bëhet i qëndrueshëm me drejtësi. Buzët e drejta u pëlqejnë mbretërve, ata e duan atë që flet drejt. Zemërimi i mbretit është si lajmëtari i vdekjes, por njeriu i urtë do ta qetësoj atë. Më ndritën e fytyrës së mbretit ka jetë, dhe favori i tij është si reja e shiut të fundit. Është më mirë të fitosh dituri se sa arë, dhe të fitosh mençuri se sa argjend. Rruga e të drejtëve është të largohen nga e keqja. Ai që ruan rrugën e tij mbron shpirtin e tij. Përpara shkatërimit vjen kryelartësia, dhe përpara rrëzimit fryma krenare. Më mirë të jesh i përullur me të varfërit, se sa të ndash gjerat me krenarët. Kush i kushton kujdes fjalës, do të jej të mirën, dhe kush i beson Zotit është i lumtur. I urti nga zemra do të quhet i matur, dhe ëmbëlsia e buzëve e shton diturin. Mendja është një burim jete për atë që e zotron, por budallall ku është dënimi i budallëve. Zemra të urtit e bën të mençur, gojën e tij dhe shton diturin e buzëve të tij. Fjalët e ëmbla janë si një huamjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat. Ka një rrugë që njeriu t'i duket e drejt, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes. Personi që lodhet për veten e tij, sepse goja e tij e nxit. Njeriu i keq kur dis të keqen, dhe mbi buzët e tij ka si një zjarr të ndezur. Njeriu i çoroditur vjell grindje, dhe
ai që shpif për qan mitë më të mirë. Njeriu I dhunë se josh shokun e vet, dhe qon në për një rrugë jo të mire. Kush myll syt për të kurdisur gjëra të këqija, kafshon buzët kur shkakton të keqen. Flokët e bardha janë një kuror lavdie, atë gjejmë në rrugën e drejtësisë. Kush nuk zemërohet shpejt, vlen më tepër se një luftëtar I fort, dhe ai që e urdhëron frymën e tij, vlen më tepër se ai që mposh një qytet. Shorti hidhet në rrok, por I gjithë vendimi e tij vjen nga Zoti.